Përshëndetje shikues, mirë se po takohemi në rubrikën Tringëllishës. Për sot, kam vendosur të përgatis toptha energjik me shije Lino Lada. Për këtë recetë na nevojiten 500 gram hurma, pa fara, 100 gram lajthia, 100 gram ara dhe 2 lugë Lino Lada. Kokosin do ta përdorim për dekorim, mbështjellje. Tani po fillojmë me hurmat. Do t'i vendosim në këtë enë. Dhe do t'i shtoj ujë të vluar në mënyrë që lëvorja të zbutet dhe të pastrohen. Do t'i lë të qëndrojnë pak dhe pastaj do t'i qëroj. Tani do t'a kulloj ujë dhe do të i largoj lëvorët nga hurmat. Do të vazhdoj me të gjitha hurmat derisa të gjitha t'i pastroj, një nga një. Hurmat janë pastruar, tani vazhdojmë me bluarjen e lajthiave. Po i shtoj edhe arat. I bluajmë një herë këto, pastaj ja shtojmë edhe hurmat. Tani ja shtojmë edhe hurmat. Dhe 2 lugë Lino Lada. Edhe Lino ka grimca lajthis, kështu që vetëm ja shton shijen edhe më shumë këtyre topthave. Tani do t'i bluaj. Të gjitha së bashku. Po e kontrolloj masën, a është në rregull. Masa është në rregull, kështu që e vendosim në enë dhe fillon me përgatit topthat, të cilat i kalojmë në fluska kokosi. Vendosim gjithë masën e fituar. Vazhdojmë kështu me të gjithë masën. Ere vendosim në fuskat kokosit që mos në ngjiten, duart. Dhe vazhdojmë me të gjithë masën kështu. Topthave ju kemi dhënë formën në pjatë. Dhe tani po i dekoroj me pak drillca. Kjo ishte receta për sot, ja vlen ta provoni, shihemi në edicionin tjetër.